Tragjedi, politikani i njohur ndërron jetë. Lulzim Basha, ish kryetari i Partisë Demokratike dhe aktualisht deputet në Kuvendin e Shqipërisë, është truar në gjendje të rënduar shëndetësore në Spitalin Nën Tereza. Ai do t'i nënshtrohet një operacioni për heqjen e tëmthit. Ky lajm ka ardhur vetëm disa ditë pasi kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u nënshtruar të njëjtës ndërhyrje për të hequr tëmthin në të njëjtin spital. Gjendja shëndetësore e Lulzim Bashës ka shqetësuar shumë mbështetësit dhe anëtarët e Partisë Demokratike, si dhe opinionin publik në përgjithësi. Të gjithë presin me shpresë që operacioni të përfundojë me sukses dhe që Basha të rikuperohet sa më shpejt. Deri tani, nuk ka detaje zyrtare se çfarë ka çuar Lulzim Bashën në këtë gjendje shëndetësore që e detyron të operohet. Megjithatë, rastet e operacioneve për heqjen e tëmthit janë të shpeshta dhe zakonisht nuk paraqesin rreziqe të mëdha nëse trajtohen me kujdes nga stafi mjekësor. Mbështetësit dhe kolegët e Bashës në Partinë Demokratike kanë shprehur ngushëllimet dhe urimet e tyre për një rikuperim të shpejtë përmes postimeve në rrjetet sociale. Ata e konsiderojnë atë si një figurë kyçe në politikën shqiptare dhe shpresojnë që të kthehet sa më parë në aktivitetin e tij politik. Operacioni i Lulzim Bashës po ndiqet me interes jo vetëm nga ana mjekësore, por edhe nga ajo politike, duke qenë se ai mbetet një figurë e rëndësishme në skenën politike shqiptare. Ne i urojmë të shkuara dhe rikuperim sa më të plotë. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.